Dy ndeshjet e fundit të kombëtares në kualifikueset e Botrorit 2026, 1-0 me Serbinë dhe 1-1 zhgënjyes në Letoni na lanë një shije të përzier, pak admirim që serbët nuk fituan, shumë pikpyetje për zgjedhjet dhe strategjinë tonë, po e marrin pak me radhë sepse e vërteta ka shumë shtresa. Ndeshja me Serbinë. Një barazim pa gola, por me raste sporadike që nuk u konkretizuan. Mbrojtja, organizuar dhe me disiplinë, ja doli të mos lërë hapësira. Duhet të kishin parë më shumë duele dhe luftë në mesfush, por jo, të dyja ekipet luanin topin. Momentin e kishim ne me atë penallti të humbur, të cilën e qajmë sot dhe do ta qajmë për shumë gjatë. A ishte kjo thjesht maksimumi i asaj që mund të jap kjo përfaqësuese? Nëse po, atëherë le ta pranojmë. Nuk është një ekip që u trembet ndeshjeve të mëdha, por i mungon shkëlqimi. Kapitulli letonez. Na shfaqet një tjetër kapitull i trishtuar, një gol qesharak në portën tonë, një penallti e panevojshme dhe një numër zgjedhjesh të trajnerit Silvinjo që ngret më shumë pyetje se sa përgjigje. Hysaj, një nga më të mirët në sfidën me Serbinë, u la në stol, duke u kthyer në një mister që vetëm trajneri e di se pse. Në të njëjtën kohë, ndryshimet në qendër të mbrojtjes ishin të detyruara, por me paraqitjen e Kumbullës dhe Ismailit, trajneri ka të drejtë që besonte ndyshja Ajeti Gjimshiti. Në mesfush, të gjitha kuptojnë që vendi i Laçit nuk mund të mbulohet vetëm nga pasioni dhe vrapi, kërkohet fantazi dhe frymë sulmuese dhe prandaj Muçi apo Bajrami do të kishin qenë zgjedhje të logjikshme, por jo, duket se ne e duam sfidën në nivele të tjera. Manaj, edhe pse markohej nga një mbrojtës i gjatë si kapiteni i Letonisë, vazhdon të marrë rolin kryesor në sulm, duke lënë Dakun të pres në stol, ndoshta duke menduar që centimetrat janë të mbi vlerësuara. Kujtoni justifikimin e Silvinjos për mos grumbullimin e Keti Bares në ndeshjet kundër Polonisë dhe Çekisë, sepse na duhet gjasula për centimetra. Në pjesën e dytë në Letoni, duket se masat u morën me vonesë, ndërsa futja në lojë e Muçit dhe Bajramit sollën një frymë të freskët, e cila nuk mjaftoi, por një pikë që ra në sy ishte prania vetëm me një sulmuesi në zonë. Manaj, edhe pse për të shënuar duhet të tentosh edhe nga larg dhe të aktivizosh lojtarët e tjerë, si Hasani, gjë që në këtë ndeshje mungoi. Superioriteti në zonën kundërshtare si element thelmelor për të krijuar gola u pa vetëm në minutat shtesë, por atëherë ishte tepër vonë. Pak minuta edhe për Dakun dhe Uzunin në fund, të cilët veçanërisht në sfidën e dytë do të kishin dhënë më shumë. Tani pritet ndeshja me Letoninë në shtëpi dhe ndryshe nga në fund të ndeshjes së parë, gabimi nuk falet. Shqipëria duhet të rigjejë fantazinë, ritmin dhe shpirtin luftarak për të mos lënë shanse përfitore skuadrave që ndonse më të vogla në emër kërkojnë të marrin maksimumin në shtëpi.